Jeni, për ata që duan të vinë të transferohen në Itali si unë, janë disa këshilla që duhet i dinë paraprakisht se ku duan të transferohen. Kjo varet nga stili i jetesës, mënyra e jetesës që doni të bëni dhe si doni ta jetoni, vazhdimsinë tuaj. Në rast se doni jetë i qetë në provinca, jashtë zhurmës, jashtë kaosit që jemi mësuar ne në Tiranë, provincat, punët në një bar të thjeshtë, në një fabrik, janë një opcion shumë i mirë për njerëzit familjar. Për ata që duan kaosin, që duan sfidën, që duan qytetet e mëdha, që janë mësuar me jetesën e Tiranës, provincat nuk i sugjeroj. Unë jam një nga ata që ka marrë në një provincë se u dashurova me filmin Under the Toscan Sun, edhe thash do vetë dhon si ajo aktoria në Portofino do marrë një shtëpi, do ta rinovoj dhe do jetoj në një provincë. Që nuk është si në filma. Mund të bësh diçka të tillë vetëm nëse je amerikan ose ke mbi 300.000 euro në bank edhe do të rinovosh. Por kjo zakonisht janë për ata që i ka kaluar të 40 dhe pretendojnë që atë shtëpi që do rinovojnë do ta japin Airbnb ose do ftojnë miqtë e tyre amerikan. Edhe po thoja, nëse doni jetesë si në Tiranë, provincat janë kategorikisht jo. Unë jam në një provincë, siç thash, dhe ajo që kam kuptuar është shumë okay të bësh një detox shumë afatgjatë, 6 mujor. Po unë të paktën ndjej që është bukur në provincë të kesh një shtëpi të vish për pushime, po qyteti i madh duhet. Janë mundësitë, janë njerëzit, janë mosha jote, është një jetesë që nuk e ndryshon dot kur je 30 vjeç sa unë, të vish të jetosh në një provincë. Jo se jetoj këtu, po ideja. Këtu punoj. E kështu, nëse mendoni të transferoni në Itali, duhet ta studioni mirë se si doni të vazhdoni jetesën tuaj në Itali dhe në çfarë moshe jeni. Nëse jeni 30 vjeç, young and beautiful si unë, provincat janë okay për të bërë pak detox. Qytetet e mëdha janë të vështira, janë të shtrenjta, por kanë jetën e gjallë, kanë jetën që jemi mësuar ne në Tiranë, në provinca. Ne në qytetet të mëdha, në metropole të mëdha. E kështu. Bëra 6 muaj dje në Itali dhe kështu që duhej ta bëja diçka të tillë. Ciao!